për pjesëmarrjen tuaj sot këtu. Është një ditë e rëndësishme dhe nuk kemi mbledhur këtu vetëm për të zhvilluar një takim formal, por për të hapur rrugën drejt krijimit të kuvendit kombëtar qytetar si një mekanizëm qytetar ku fjala dhe mendimi i qytetarit të thjeshtë të ketë pesh dhe të ushtrojë presionin e duhur politik në institucionet përkatëse. Ju ftoj të gjithë të çojmë himnin kombëtar dhe pastaj të shpjegojmë detajet. Janë rreth 100 persona që janë futur në Zoom call edhe po na ndjekin live. Edhe këtu në sallë, sa për shifra, kemi përgatitur rreth 400 karrige, unë do thosha 90% e karrigeve janë të zëna. Mendimet e propozimet tuaja sot janë ato që do na hapin rrugën për ndjekjen e ideve dhe hapjen e rrugës për krijimin e kuvendit kombëtar qytetar, i cili do të shërbejë për forcimin e protestës kombëtare. Kemi 50 ditë që po protestojmë në shesh dhe qeveria jo vetëm që bën shurdhen, po nuk bën as me mecen që të reflektojë, po bën sulmuesen dhe është kthyer në armikun kryesor të protestuesve. Kam dëgjuar për këtë kuvend dhe sot kam marrë vetëm për t'ju thënë që një pjesë e mirë e popullit nuk është fare informuar për këtë grup kuvendi të veçpallur. Shumica e njerëzve se di fare për këtë kuvend. Okej. Kushdo që është futur kuvendit tani presh. Se ka gënjur formular. Dhe jemi këtu as për të bërë parti politike, as për të negociuar me Edi Ramën, siç kanë thënë të gjithë draftarët që u rrenë kuvend. Ky kuvend ka kaluar edhe në armë tani. Edhe njerëz të armatosur kanë dashur ta ndalojnë këtë kuvend. Nëse keni ardhur këtu me synime o kurzeza, jeni të sigurt që unë jam një prej atyre që s'ma kanë ndier kur kam pas 300 veta përballë, jo më juve. Po na sfidoni, po na shikoni ne si kur jemi të tani, po i kundërvijemi një sistemi i cili ka kapur çdo gjë në Shqipëri. Pa sakrificë, pa kontributin e gjithë secilit nuk mund të bëhet ndryshimet në Shqipëri. Nëse duam të shohim Shqipërinë e re, gjithë secili nga ne ka detyrën qytetare të kontribuojë. Dhe mendimet e gjithë secilit do ndigjohen deri në fund. Ka dy lloj pushtimesh. Pushtim me tank dhe me avion dhe bjoja pushtim modern me investime strategjike. Neve sot jemi të pushtuar që Shqipëria nuk është më 28 km2. Nuk e ka më me qëra të marrë lek neve, as i lek. Nuk e ka shqip të marrë lek shqiptarë, jo e ka falur. Protesta ka 48 ditë që vazhdon me fjarime, me parula në shesh. Njerëzit fillojnë të lodhen dhe të drejtojnë pyetjen. Çfarë do bëhet pas kësaj? Nëse ne kemi qenë 30-40 veta që jemi kujdesur për mbarvajtjen e protestës, a ka mundësi të shkojmë çik më tutje? Kjo është një lindje e vështirë. Ne vendosim që ta bënim këtë takim, kishim debat, a do ta transmetojmë live, a do shohë bota se çfarë po ndodh në këtë sallë, dhe morëm rrezikun që po do ta tregojmë, ashtu si është një lindje e vështirë. Muajin e kaluar në Pogradec u bën një mbledhje nga ambasada e Indisë, por erdhi dhe ministri i jashtëm edhe që kishin cellur disa indianë që jetonin në Shqipëri edhe ministri i jashtëm kishte thënë atyre indianëve kishte thënë që ju jeni pjesë e të ardhmes së Shqipërisë. Më fal, po kjo nuk është e vërtetë. Rinia është e ardhmja e Shqipërisë edhe neve si kuvend duhet të fokusohemi në këtë pjesë. Çfarë do doja personalisht? Është që t'jenë gjithë të rinj që janë edhe në marshim, janë në protest, por mua ato kanë më shumë rëndësi se çdo kusht tjetër. Pavarësisht edhe mosha e tretë ka rëndësinë e vet për shkak të eksperiencës, ekspertizës që ka, por të rinj besoj ajo po quhet edhe protesta GRATZ. 200 shqiptar student në Universitetin më të mirë të Londrës të UCL, University College London. Duam të kemi pjesë në këtë protestë në Shqipëri, duhet të jemi bashkë, duhet të respektojmë gjithë opinionet. Kjo sallë e madhe, mbushur me njerëz, tregon që nuk është vetëm një grup vullnetarësh që punon atje koordinues, pavarësisht sa nxiza bëjmë ne me njëri tjetrin, ky kuvend
ka dhënë vetëm një shembull. Ne po e hapim vizionin. Ne po pranojmë njëri tjetrin me kundërshtimet e këtij. Ky moment është gjëja më e bukur që po bëjmë. Mos i vrasim të fëmijë pa lindur akoma. Plani është ekscelent. Jam shumë dakord që ne të bëjmë diçka dhe të kemi popullin përfaqësues. Jam shumë dakord. Por, na marrin shtetin në kohë shkëmbë, është një luftë e heshtur. Ne nuk kemi kohë. Ne duhet mendojmë strategjikisht se çfarë do bëjmë neve që të dekorojmë Edi Ramën të ndërhiqet. Doja të lidhja më shumë me shitjen e tokave bujqësore, ndoshta nuk prek shumë përmerret, por na prek që secilin prej nesh, sepse prodhimet bujqësore janë suverenitet kombëtar dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme për ne. Jemi me 10 aktivistë që kemi nisur rrjetin e aktivistëve atletar në 2017 dhe kemi bërë protesta në gjithë Shqipërinë. Qatë kam hedhur mendimin që ne duhet krijojmë një tryezë. Duhet kemi patjetër një tryezë ku të ulen të gjithë njerëzit nga të gjitha grupet, nga të gjitha segmentet e politikës, nga të gjitha zonat e krajinat e Shqipërisë. Tani në momenti që kanë nisur zhvilloi diskutimi në grupin nismëtar koordinues, ku unë jam pjesë që nga dita e parë, pra grupi nismëtar koordinues është grupi që ka thirrur protestën dhe po koordinon ai sa mundet bashkëvajtjen e protestës. E kam kërkuar që ta zbatonim këtë ide dhe kam gjetur miratimin e një pjesë të madhe të tyre. E nisa punën dhe tira njerëzit që u mblodhën te grupi punës, ata 83-85 njerëz që u mblodhën para. Okej, ja të sqaroj. Sepse nuk po them ka marrë iniciativë, nuk them që ka marrë miratimin e njerëzve të popullit. Kuvendi kombëtar qytetar nuk mund të quhet përfaqësues dhe drejtues i protestës pa marrë më parë miratimin para prap të qartë dhe të verifikueshëm të shumicës dërmuese të protestuesve. Unë jam thjesht nismëtar dhe në momenti që kuvendi kombëtar qytetar formohet, unë zbres dhe jam thjesht një nga ata ose mos jam e fare nga ata, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që të krijohet ky kuvend, të ketë funksionin që sa herë që qeveritë tona bëjnë pa drejtësira, ne të kemi mundësinë që të mbledhim ata 300 deri 500 njerëz që ishin datë 20 qershor të mbledhim në shesh kur duam ne. Të mos presim e 36 vjet tjera që të vetë pa drejtësia mal. Në qoftë se do të ketë njerëz nga populli, nga shoqëria që do të duan të bashkohen, që plotësojnë kriteret, ata mund të futen, po dhe nga ne që jemi, në qoftë se disa pihen nën kriteret, do të dalin. Të kërkoj që grupi punës jetë më shumë koordinues. Sepse jashtë ka djemë dhe vajza nga të protestës që nuk e ndjen vetëm pjesëmarrës. Janë dëftuar që të gjithë. Ne nuk kemi asnjë lidhje me ndonjë paralelizim me institucionet kushtetuese. Kjo është mbledhje e popullit protestues. Nuk synojmë të bëhemi ndonjë organ siç na kanë akuzuar disa apo aluduar me shpifje që të konkurrojmë ne me rendin kushtetues. Absolutisht jo. Kuvendin e bëjmë na afatgjat. Formalitetin e bëjmë na afatgjat. S'ka problem. Çfarë do të bëjmë i 24 orë? Në qoftë se kemi mendime për të kontribuar se si të vazhdoj ky kuvend në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë ju lutem të marrni fjalën e Cecilie. Duhet të drejtohemi çdo ditë te spaku për t'i bërë atë presion që të bëj arrestimin e Edi Ramës. Të marrim ne këtë vendim, duhet ta formojmë kuvendin, pastaj të vendosë. Po ja pitën time. Mendoj që keni ardhur me qëllim të mirë, por ide të tilla, teza të tilla, dikush mund të fusi edhe për provokim. Që ky kuvend po merr këtë vendim do shkojmë ke spaku, do shkojmë. Ne nuk do shkojmë as në fundi. E vendos populli atje. Ne këtu jemi mbledhur të bëjmë kuvendin. Kam bërë gjithçka kam mujt e s'kam mujt asnjë gjë, e ju keni mujt edhe për ta realizuar për çfarë ju. Kam denoncuar marrëveshjen kolonizuese që bën nga Edi Rama dhe Izraeli. Është shitur jetë kultura perëndimore e Shqipërisë të nderuar qytetarë janë bërë letra. Ne të popullin e bretë, çdo popull që do të jetojë në paqe me ne. Jemi kundër uzurpimit të tokave shqiptare. Në 1 qershor kur ne protestonim në Ministrinë e Bujqësisë është firmosur marrëveshja me 12 firma të huaja për të vjedhur tokat shqiptare. Kontrolloni shikoni. Ne jemi qytetarë të thjeshtë, të lirë, që në dallim nga disa të tjerë që kanë dalë protest, po themi duhet krijojmë një institucion qytetar, i cili do duhet koordinojë popullin, që mos vjen presë nga Zaliu, që e ka shitur Shqipërinë. Unë du që të bëhet kuvend, që të vinë vajza jeme nesër këtu, e si vajza jeme ka dhe fëmijë plot tjerë, njerëzve tjerë
që kontribojnë jashtë, punojnë për Shqipërinë për vendin e vet. Faleminderit. Ne jemi një, ne do përmbysim Ramën, ne do përmbysim Sali Berishën. Jam duke lexuar literalisht komentet që na kanë ardhur në platformë. Duam të kërkohet urgjentisht të anullohet ligji I qeverisë kriminale e Edi Ramës 21/2024 se ky ligj po shet Shqipërinë të publikojnë emrat e personave që janë antarë të kuvendit në mënyrë që të njohin njëri tjetrin dhe të krijojnë një network për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. A ka mundësi të përqendrohemi si do ta përhapin protestën në mënyrë paqësore dhe me mosbindje civile që të shkojnë nga pika A te B. Rinia nuk e bashkojnë për një arsye. Është egoizmi I brefit të vjetër që kërkon ta mbush frymën e rinis. Jemi për një qëllim, Rama në burg, Berisha në burg, Rama të Erdoreqe, protestat fuqizohet. Tani ne na duhet ana teknike e moshës së madhe. Por do të jemi të vëdijshëm që fryma dhe mentaliteti, nëse nuk është I ri, nuk mund të pilli një institucion përfaqësues. Të gjejmë mënyrën dhe format që të përbashkojmë jo vetëm njerëzit, por dhe brezat dhe mentalitetet. E dini shumë mirë se disa për ju shto marrin kohë dhe kanë marrë kohë nga Partia Socialiste. Bravo! Dhe këto nuk I fshetin dot, fytyrat ju janë mbajnë mend shumë nga ato shoqata tuja të pastra. Se tani, ato shoqata aq bukura sa keni marrë mbi kurriz, as gjyshme papajën tim nuk do ta shoh me sy, jo më të vini këtu. Ai ka mendimin e tij, nuk duhet marrë personale në askush, e ka fjalën që duhet filtrojnë njerëzit dhe njerëzit do filtrojnë. Kush do ta filtrojë? Ju do ta filtroni, ne do ta filtrojmë. Emrat që nuk e përfaqësojnë interesin publik, nuk do të bëhen pjesë të kuvendit. Prandaj rinia është skeptike sepse ka frikë nga emrat e tjetër që mund të kenë qenë pjesë organizatash, pjesë partive. Nëse nuk e kalon provën, nuk bëhet pjesë e kuvendit. Jemi pro përfaqësimit të rinis, të diasporës, të numrit të lartë të femrave dhe mua më vjen shumë keq që këtu sot më shumë ka mendje. Është momenti Shqipëria o ndryshon sot o kur më. Është protesta më hyjnore që ka bërë bota. Europa! Me diasporën, doktoresh Ludmila Meçaj, jeton në New Jersey. Unë jam gati të jap ndihmën time personale që kam dërguar një platformë të vogël ruajtjen e brundit të lëvizjes krimore shqiptare. Është vërtet që brezi jon e humbi revolucionin e vet dhe ne duhet të jemi këshilltar të tyre, mbështetës të tyre, por jo ama të marrim frymën e tyre dhe t'i drejtojmë ata. A mendoni dot? Si mund të ketë përfaqësues që të vendosi për mua? Nuk është pak habit? Ju thoni do të heqim Edi Ramën, ne duhet të heqim të gjithë partitë socialiste, të gjithë! Edhe demokratët! Mediat, po në nxjerrin atë sherrën e vogël që ndodhi këtu për një sekondë. Në nxjerrin, atë më të rëndësishme, po mediat po na bëjnë këtë punë tjetër, që tregon se qeveria dhe pjesa tjetër nuk na do. Atëherë jemi në rrugën e dorë. Po falim copa të Shqipërisë për të mbijetuar politikisht në arenën ndërkombëtare. Kjo është e frikshme. Është shkatërimi I ADN-së së shqiptarit. Edi Rama ka falur më shumë tokë shqiptare se sa kanë blerë italianët në luftën e dytë botërore. Shqipëria është e gjitha e shitur dhe do të vazhdojë të shitet, sepse e vetmja mundësi që atë qëndrojnë pushet është vetëm të vazhdojë të shqesi. Objektivi kësaj lëvizje duhet jetë t'ia kthejë Shqipërinë shqiptare. Është e papranueshme që përfaqësuesi I një shteti siç është Edi Rama të tallet edhe me simbolet shqiptare. Edi Rama nuk ka ndër më të hapë dorëçën. Harrojeni se jep dorëçën ai. Ne mund të bëjmë diçka dhe nuk ka nevojë të jemi as parti politike, as organizatë. Ne jemi qytetarë, ne të mblidhemi të gjithë së bashku, të bindim njerëz dhe të krijojmë firma për referendum. Për një pikë, ne kërkojmë heqjen e imunitetit parlamentar. Sot në ka bashku Shqipëria, por Shqipëria, patja I mi, nuk në bashkon të do. Dhe unë të gjithë me njojën time dhe farerat të drejnë atje. Prezion e humbi të drejtën, për thonë jemi dhe ne, se ne humbëm në të njëshin, në të të që në mashtuam. Aktualisht në parlament ka 3 projekt ligje për referendumin.
të depozituara në vitet të ndryshme. Çfarë duhet i kërkojmë ne parlamentit? Me urgjencë një ligj për referendumet sepse është detyrim kushtetues i vitit 1998. 28 vjet i pa respektuar ky detyrim kushtetues. Por ky ligj për referendumet duhet të heqë çdo pengesë artificiale si për mbajtjen e referendumit, si për shpalljen e rezultateve. Pra nuk mund të ketë quorum mbi 50% pjesëmarrje që quhet i vlefshëm referendumi përderisa zgjedhet i pranojmë 40 me 30% votat. Nuk mund të ketë fitore të referendumit me 33% kur kemi qeverinë me 21%. Pra s'duhet të ketë limit as për votën pro, as për pjesëmarrje. Nuk duhet të ketë kufizim për kohën se kur u bë. Zonë kushtetuar këta ustallarët tanë, Rama dhe Berisha e kanë bërë siç u duhet atyre për të siguruar pushtetin e përjetshëm me 7 amendime që i kanë bërë në 20 vjet para pyetur fare në asnjërin rast. Ne duhet kemi gjithashtu të drejtën të edicojmë ligje, jo thjesht me 21 firma t'ia çojmë një deputeti, dhe ai deputeti ta lërë si mesëtar, por ta çojmë referendum drejt për drejt. Shkuam në protest, folëm, duam të flasim, por ama s'na dëgjon. Aty kur shkojmë, flet një njeri si zotëria, që vjen këtu dhe nuk e që kapele. Media e dini çfarë bën? Këtë inqizon. Mund kërkosh heqjen e atij, por që të marrësh gjithë shqetësat në dorë, do të duhet negociat. Ne s'von problemi me Ramën negociat, vullneti i popullit protestues është nuk ka negociat. Kemi nevojë të jemi të gjithë bashkë. Pas është idealiste kjo që po them dhe nuk mund të arrihet të gjithë protestat jetë në mendje, por paktën deklarimi të jetë i gjithë protestuesve. Mendoj që i bën mirë synimit që duhet të ketë ky kuvend të ardhmen. Duhet të arrijmë në finalizim në lidhje me krijimin e kuvendit. Sa prej jush janë dakord të jenë pjesë e kësaj asambleje të kuvendit kombëtar qytetar, ju lutem të ngrënë dorën. Kush është dakord sepse do ta shtojmë te grupet. Edhe një, kush është dakord të jetë pjesë e asamblesë? Asambleja e kuvendit kombëtar qytetar është forma e parë e kuvendit. Në rregull. Ju lutem u lituar kush nuk është dakord? Kush nuk është dakord? Kush abstenon që është neutrale? Okej, se kemi të treja forma. Kuvendi kombëtar qytetar quhet i mbledhur sot në formën e asamblesë. Asambleja do të punojë në 2 drejtime. Në drejtim të bazës të mbledhjes përgjithshme të popullit protestës që ta shkrijë veten sa më shumë me bazën popullore qytetare të protestës. Ndërsa në drejtimin lart, asambleja do të punojë që të përforcojë kriteret, të përforcojë filtrat me qëllim që në kuvendin kombëtar qytetar me fuqi vendimarrëse të hynë vetëm ata anëtarë të asamblesë që janë me të vërtet në nivelin e dur të kritereve të kërkuara. Na avaf të mbarë, Zoti na ndihmoft, edhe mos harroni të përforcojmë protestën, të shtojmë protestën në shesh. Ne jemi grupi punës. Në këtë moment që umblonu këtu, grupi punës shkrihet në një asamble. Dhe asambleja do marrë vendimet e kur të vendosin që të vinë sërish, do të shqyrtojnë të gjitha pikat të cilat nuk jemi dakord. Të gjithë kërkojnë unifikimin dhe organizimin total për Shqipërinë. Ky nuk e jep dorëheqje sikur të djalin e tërë. Edhe në pushtetin nuk. Atëherë do gjetë edhe rrugë të tjera për të cilat vetë asambleja dhe të sqarohet deri te kushdo këtu. Ne nuk jemi as parlamentar, as profesionist, as konferencier. Jemi njerëz të thjeshtë që morën guximin, jemi vullnetar, kemi lënë punën tonë, kemi punuar. Dhe ju kemi thirrur që të bëjmë bashkë Shqipërinë. Ti thua mua, nuk është organizimi tuaj se s'merdi Radha. Më fal, është e pamenaxhueshme më thonë. Se janë 300 veta që thua të flasin. Nëse një antar i asamblesë të kuvendit kombëtar qytetar i vjen një rrezik, një kërcënim nga strukturat të ndryshme të pushtetit apo të pushteteve të këtij sistemi, për shkak se merr pjesë në këtë kuvend kombëtar qytetar, jemi të gjithë për një për të gjithë. Dakor? Unë kam çuar 2 kallëzime në Spark. E para lidhet me sektorin e energjetikës, ndërsa kallëzimi lidhet pikërisht me zvërnecën e Sazanit. Ne patjetër ne duhet të shenjëstrojmë dhe shenjesa jonë duhet të jetë kryesisht tek Spark. Thjesht në vendin ku jam integruar dhe dua t'ja si për Austrinë, por edhe për Shqipërinë, Austria është një nga vendet që e bën Shqipërinë pa i thënë.
a jeni dakord që të dyja partitë ose të gjithë partitë e kryetërinë e vjetë të zhduken nga skena politike? Jeni dakord të gjithë. Shikoj vetë. Faleminderit. Kjo garanci jam me ju. Ne kemi shembuj suksesi nga të parët. Edhe cilat janë shembujt? Beslidhja ose lidhja. Çfarë do të thotë? Në histori ne mësojmë që burra u bën bashkë edhe deshën shumë njëri tjetrin edhe prandaj u bën bashkë. Jo, ato kanë qenë rival, ato kanë qenë kundërshtarë njëri tjetrit. Po vetëm se erdhi një rrezik shumë i madh u bën bashkë. Edhe pse nuk kishin xhelozira apo inate apo deshën me disa raste që mund ta vrisin njëri tjetrin. Nuk shoh rinin, dhe diaspora duhet ishte e prezantuar dhe përfaqësuar shumë më mirë. U hodhën disa akuza, janë vërtet ato akuzat që u hodhën apo jo? Kush i vërtetoi? E dyta, apo ndihmon njëri ajo që po thua? Pra zonja që foli pak përpara meje, ai ishte e dobishme apo jo? Jam kundër çdo personi që publikisht bën vretje për kuvendin, le të kemi midis nesh vretjet, po jo të anatemojmë kuvendin në tel. Gjenerata zë dhe të varfrit e kanë dhe me ne që hymë zonën e rahatit, dhe në zonën e rahatit kemi qenë shumë të matur me sistemin. Dhe ata kanë inate me ne dhe kanë të drejtë. Po sot imi parë se kemi të keqe më të madhe, anti-shqiptare. Krimi organizuar drejton shtetin në Shqipëri. Krimi organizuar po e pret Shqipëri me copa dhe po e jetë në skemi më Shqipëri. Dhe këtu, le ta quajmë kushtoj tradhtar. Në qoftë se ne jemi tradhtar, se po mbrojmë Shqipërinë, varret tona se s'do kemi, le ta quajmë tradhtar. Në qoftë se serbët tonë shqiptarës ditë organizohen, dhe ne me të keq sot jemi organizuar, me 100 armi që hynë këtu dhe investuan që ta prishin, edhe se prishin do. Ky kuvend nuk është perfekt. Bile nuk është as kuvend si shto zotëria, por ka lindur Foshja. Foshja ka lindur, dhe Foshja është shëndetshme, ky është lajm i mirë. Shumë e rëndësishme deklarata që do jepet pasi kjo është bërë e gjitha. Nuk ka mbyllje, ka hapje. Edhe të gjitha ata njerëz janë kundërshtim, atje dhe ata që kanë sulmuar mua personalisht, nëse ndryshojnë mendim në vijim e sipër, janë të lutur, janë të ftuar që të vinë të marrin pjesë në procese. Ne duhet të japim rëndësi të jashtëzakonshme kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të Kuvendit Kombëtar, sepse që këtu fillon e curia e mëtejshme. Të mos lejojmë të i vjedhin ëndrën e bukur të viteve 90, pa të sytë e bardha. Antarët e Kuvendit Kombëtar qytetar duhet përmbushin këto kritere për të bërë pjesë e këtij kuvendi. 1. Të jenë atletare patriot që duan Shqipërinë e shqiptarinë dhe që njohin Gjergj Kastriotin si figurë madhore të popullit e kombit shqiptar. 2. Të jenë dakord së paku parimisht që të punojnë për realizimin e aspiratave ballkombëtare, pa cënuar popujt e kombet e tjera, por duke ruajtur gjithmonë me prioritet të drejtën e vërtet të kombit shqiptar. 3. Të jenë dakord për të mbajtur të bashkuar Kuvendin Kombëtar qytetar dhe për të zbatuar gjithmonë vendimet e Kuvendit Kombëtar, edhe kur vota e tyre është kundër vendimit të marrë. 4. Të jenë dakord për të zbatuar gjithmonë vullnetin e mbledhjes përgjithshme të popullit, pra të protestës kombëtare, për ta mbrojtur e vënë në zbatim të vullnet, pa devijuar, qoftë dhe kundër interesit të tyre imediat. 5. Të zbatojnë me përgjegjësinë të lartë rregulloren e brendshme të Kuvendit Kombëtar qytetar, që do ta miratojmë së bashku. 6. Të mos kenë qenë zyrtar të lartë të sistemit të vjetër 82 vjeçar. Të mos kenë qenë në shërbim të ditur, atë pa ditur, të këtij sistemi 82 vjeçar popull dhunues. E nëse kanë qenë në shërbim pa sjell pasoja të rënda, ta dënojnë veprimtarinë e tyre të mëparshme dhe të bëjnë pendes të thellë dhe të sinqertë për përfshirjen e tyre në atë sistem të shkuarës. Të mos kenë qenë eksponent me pushtet të mesme lartë të partive të sistemit të vjetër. Nëse kanë qenë antar të thjeshtë ose drejtues të ulët atë mesëm të këtyre partive, duhet të bëjnë distancim të qartë e publik për të qenë pjesë e kuvendit. Të mos kenë qenë agent të grupimeve të brendshme atë jashtme anti-shqiptare ose anti-përparimtare. 7. Të jenë të njerëz të mençur, të zotë, të aftë, me eksperiencë, aktiv, përparimtar, të logjikshëm, komunikues, bashkëpunues, dashamirës, të respektuar, të vërtet, të ndershëm, me veprimtari atletare, patriotike, shoqëri zhvilluese,
nëse konstatohet gjatë punës që nuk janë sa duhet të tillë, do të nxirren nga antarësia vendimmarrëse e kuvendit dhe mund ngelen thjesht pjesë e asamblesë. Të pranojnë ekzistencën e të vërtetës objektive, kjo është teoria ime, po mund ta hedhni poshtë, e të vërtetës objektive, të drejtës objektive dhe të mirës objektive. Pra nuk mund të diskutojmë në një kuvend që kjo është e vërteta ime, kjo është e vërteta jote. Pra nëse Rama duhet të iki, nuk ka të vërteta këtu në përmes të diskutimeve të gjata. Të mos jenë intrigant, të mos jenë gënjeshtar, mashtrues, egoist të vegjël, demagog, interesatxhinj, frikacak, apatik, me vullnet, pa vullnet e pa veprime shoqëri zhvilluese. Të jenë të gatshëm për disiplinuar dhe ndryshuar veten atje ku kanë dobësi e gabime. Pika 8. Të mos pranojnë kompromis për zbatimin e vullnetit të popullit që kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. 1. Dhe hetimin e dënimin e Ramës dhe Berishës tokë me bashkëpunëtorët e tyre të ngushtë nëpërmjet një procesi të drejtë e të rregullt ligjor. Asnjë kompromis për dorëheqjen e Ramës dhe për shpërjen e sistemit të vjetër 82 vjeçar. Pika 9. Të jenë për certifikimin e shpejtë dhe të drejtë të pronave të paluajtshme në favor të banorëve autokton dhe të komuniteteve vendase, e jo në favor të latifondistëve, oligarkëve dhe klientëve të pushtetit. Pika 10. Të jenë pro familjes, pro kombit, pro pronës, por pa qenë urrejtës ndaj të tjerëve. 11. Të jenë nga të gjitha krajinat, zonat dhe rajonet e Shqipërisë, nga të gjitha segmentet e lëvizjet e aktivizmit e të veprimtarisë përparimtare, për ta përbashkuar Shqipërinë pa dallim krajine, zone, rajoni, pa dallim feje, gjinie e rrymë mendimore. 12. Të kenë qenë dhe të jenë që nga fillimi e deri në suksesin e kauzës pa ndalim në përkrajet sinqert të protestës kombëtare. Nuk ju kërkoj t'i votoni këto sot. Unë mendoj që kjo platformë duhet lexohet mirë nga gjithë pavarësisht se është e gjatë apo jo. Ndesha në fakt merja fjalën çfarë që fole djali gjeneratës së, sepse tha nuk ka nevojë për strukturim, unë mendoj krejtësisht të kundërtën. Kemi përballë një sistem 80 vjeçar të mirë strukturuar dhe duhet të ndërtojmë një strukturë për ta sulmuar këtë sistem. Dhe ky sistem duhet të bjerë që na rrënjët e veta. Duke i konsideruar këta politikanë të sotëm, jo politikanë që kanë bërë punën keq, sepse është minimizim situatës. Ta janë tradhtar të kombit që kanë shitur atë në tokë. Kush do të mbaj përgjegjësi për palasën? Kush do të mbaj përgjegjësi për Jalën? Kush do të mbaj përgjegjësi për këto vende që kemi humbur? Për jollin që po mbasin trap. Ta duhet i shpallin tradhtar dhe të ikin të turpuruar, mos të kenë më mundësinë të jenë pjesë e sistemeve zgjedhore në të ardhmen. Çuditërisht, për një ligj që parlamenti e merr në kulmin e protestës, për vendosin në shitje të tokave bujqësore, dhe që ndrojmë të qetë, unë këto personalisht nuk di se çfarë e në vendosin. Rama është diktator, dhe diktatori nuk ka moral. Ne kërkojmë dorëheqjen e tij, ai nuk largohet. Të gjithë ne, më të mësuarit, më të mençur, t'japim nga i mendim se si do vazhdojmë protestën. Pra do të bëjmë një kopë kësaj që bëjmë. Edhe fillon me Shqipëria nuk është për shitje. Ne, qytetarët e mbledhur kuvend kombëtar, vim të bashkuar rreth bindjes se Shqipëria është shtëpia jonë e përbashkët dhe se e ardhmja jonë është përgjegjësia e secilit prej nesh. Ne besojmë se një demokraci e fortë ndërtohet mbi qytetarët aktiv, institucionet përgjegjshme dhe respekt për ligjin. Prandaj zgjedhim të organizohemi, të bashkëpunojmë dhe të veprojmë në mënyrë paqësore demokratike. Ne besojmë se Shqipëria nuk është një mall që mund të trajtohet si pronë për të shitur. Çdo vendimarrje publike duhet të jetë transparente, e debatueshme dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjin. Qytetarët kanë të drejtë kërkojnë llogaridhënie dhe të marrin pjesë në jetën publike. Për këtë arsye, kuvendi kombëtar angazhohet të punojë për forcimin dhe mbajtjen ndezur të protestës qytetare. Forcimin e pjesëmarrjes qytetare në vendimarrje, mbrojtjen e interesit publik dhe të pasurive të përbashkëta. E tham shqip, Shqipëria nuk është për shitje, kush nuk e kupton shqip, le ta dëgjojë anglisht. Albania is not for sale. Do të kemi mbjell bal, është sepse ato duan që protestë kalon pa kohë dhe ta çojnë sipas ideve të tyre. A është menduar ringritja e ushtrisë kombëtare të Shqipërisë? Kuvendi pasi të marrë piratimin e këtij populli për të qenë përfaqësues i këtij populli flas në emër të protestës gjithmonë, atëherë mund ta ndryshë këtë zë. Për të arritur në këtë ditë, ne e dim çfarë kemi hequr.
dhe ju lutem nga shpirti, nga zemra, të vazhdojnë, sepse shumë kauza janë lënë përmes. Vetëm sepse keni menduar u takuam, bëm diçka dhe arritëm qëllimin. Pati shumë nga ne që u sakrifikua, por aq mundën bëjmë. Ishim betejë, ju kërkojmë pjesë. Luftën nuk e keni humbur. Ne jemi me ju. Rraf Serbia, rraf Shqipëria, zoti e pekot të konvencët. Me majtë para përgjithësisë edhe përfatësi diplomatike, faktin Komunitetit Evropian. Për një bashkëpunim me një qeveri që populli shqiptar vazhdon e vërtet që është një qeveri e korruptuar. Kryesorja është rrëzimi i Ramës. Nuk kam asnjë lloj mbështetje dhe asnjë lloj forme, kam marrë vetëm në këtu me Zotin me i kry edhe me një besim që ne e kena mundësi në u bë poshtë. Ne duhet të bëni të gjithë bashkë, bashkim, ne vetëm bashkim, është të njëri qëllim. Mos jeni përjashtues, por të bashkues. Qoftë faqe bardhë, sukses e rinis.